Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Kjo video nuk është shumë pas asaj që kam bërë të fundit, sepse dallohet zëri besoj, edhe e kam mendet të ngjirur. Nuk jam e ftohur, siç e thash, s'kam kolla thjesht më zë kur lodhem shumë nuk e folur. Por as një nga këto shenjat gribale, edhe shqyr zoti as një tjetër nuk është pa qef. Por po, unë tani po iki po çoj kajin tek shkolla dhe sot është ditë e hënë dhe unë në fakt jam në punë. Unë nuk punoj të hënave, por kam zëvendësuar të ejnëten me sot, sepse Ivi është në punë të ejnëten dhe nuk e linte do të pushim, kështu që unë kam zëvendësuar, e kam dhe këtë të drejtë, domethënë të zëvendësoj, kështu që e zëvendësova. Nërë do ka filozof. Edhe që gjirimi gomësh. Kështu, të qoj kajnë tani dhe sot ka dhe Oki Balet bashkë me Lejlushin, edhe direkt pas punës do takohem me Brisin direkt, sepse do qojnë vajzat në balet të dyja. Dhe kështu do ma sjelli Ivi në fakt, sepse normalisht do jem në punë. Madje do ikjas me makinë sot, do ikja me makinë, do më qojnë ata, do më thë nuk do e marrë unë. Kështu, ne kaluam një javë të lezetshme, si që keni parë, sepse jo të regova praktikisht çfarë bëm, prap trafik. Tu gjithmonë të kjo rruga ka trafik, gjithmonë dhe nuk arrit. Ne morëm diçka të këndshme për mëngjes për kajnë, sepse sot do dhe ta merrte vetë. Unë kam kapur flokun kështu për sot. Dhe sepse tek puna nuk kam çfarë ju tregoj, si t'ju marr, se normalisht nuk xhiroj dhe dot se janë fëmijët, kur s'ka fëmijë është ndryshe. Ndalova për atje dhe për vete disa gjëra të shishme për tani mëngjes. Unë zakonisht mëngjesin e ha në punë në fakt, por ndonjëherë e ha dhe këto në shtëpi me fëmijët dhe me i në parë se ti. Dola nga puna edhe erdhi më mori Ivi që na sillte këtu bashkë me Okin, edhe kemi ardhur këtu, duhet ta vesh. Kam internet e lot. Po presim të vitet Brisi tani që të futemi brenda edhe t'i veshim gocat. Edhe po, hajde se është futur Brisi mami sa shkruajti. Shihni sa libër i bukur na erdhi ne nga Vera. Do t'ju lë këtë Instagramin e Verës. Vera ka këtë librat e bukur shqip kështu. Ju e dini që unë i kam shumë qejf edhe blej gjithmonë për fëmijët sa herë kem Shqipëri apo vjen dikush këtu, por tani i gjejmë tek Vera. Shihni sa i bukur dhe interesant është, edhe ka disa lloje atje tek Vera, edhe domethënë ju ka krijuar Vera, ka edhe një të vetin, domethënë një libër kështu që është për ne mamat. Por jo vetëm që të organizohemi, të shkruajmë mendimet tona dhe gjërat e tilla, por po ju lë Instagramin e Verës dhe të shkoni atje. Sa librat janë shumë të bukur dhe fëmijët kënaqen shumë kur i lexojnë. Edhe fëmijët e mi më kanë pyetur tani mua, "Ua, çfarë është?" sepse sa erdhi. Edhe mezi pret që t'ja u lexoj. E po dikush ka gështenja falas njerëz. Pa, me zi fokusohet kjo. Kishim një pemë këtu ne dhe unë mendova në fakt se ishin gështenja tegra, nga këto që nuk hahen, qose quhen tegra, që mbledhim le te kopshti që të luajnë fëmijët. Dhe kishte marrë Oki në fakt një dorë dhe unë thash, këto në sy në fakt duken si këto gështenja normale të ngrënshme. Edhe hapa një, provova, janë gështenja që hahen, wow, kjo është pema që kemi tek shtëpia. Do me thënë direkt aty ku parkojmë, ku kemi parkimin, që si përket as njeriu, do me thënë është thjesht e lagjes, dhe normalisht nuk i merr askush. Edhe Oki kishte mbush plot. Ua, tani këto këtu në Gjermani normalisht janë të kushtueshme. Por ne i pas kemi falas, do shkoj të mbush një kështu, edhe do marr disa për vete, do marr edhe për Brisin t'ja jap. Edhe po, pas kemi gështeja njerëz, edhe disa të shishme që janë super të shishme, unë mora disa i zjeva dhe do marrë prap, se nuk i merr askush. Zwei Schafe stehen auf der Wiese. Ein Schaf sagt, doch Schaf 2 antwortet, keine Lust. Doch selbst. Unë me grupin tim të vogël, me trupin që
që janë Kaj dhe Oki. Kalvi dhe Octavia Rose. Do ikim te Edeka, do bëjmë disa blerje. Disa i ka bler, mamush, ullu tani dhe të lidhësh, është shpirtim se do ikim. Disa gjëra i ka bler i vitje, por unë do të marr disa kryesore sot edhe ka vendosur që këtë javë të rinis regjimin sepse këto kohët e fundit nuk e di, kam ngrënë shumë gjëra koti, kam ngrënë dhe gjëra të shëndetshme, por kam ngrënë dhe gjëra koti, domethënë e kam prish në një moment të ditës kot pa lidhje, por që ato e kanë aq kalori sa ç'kan ato të gjitha që kisha. Kështu, ne sot bëm diçka shumë interesante, por prap nuk ja po them dot, por do t'ja u them në vijin ti që do t'ja u them. Edhe, mami, lidhu tani të lutem. Edhe kështu do ikim sepse është pak vonë se kalon pastaj dhe orari i fëmijëve, është ora 6:30 gati dhe kalon orari i fëmijëve se siç e dini, ne kemi shumë vite që kemi rutinën tonë, edhe nuk e ndryshojmë, edhe me pushime mundohemi ta ruajmë. Sa harrova të diçka. Këngë do vendos tani këngën e Noizit me atë këngëtarin grek, sepse na ka ngel në mendje ajo shumë e bukur, po unë të them drejtën, pëlqen vetëm ajo pjesa e atit këngëtarit grek, kurse pjesa e Noizit pëlqen vetëm kur fillon në fillim, pastaj nuk më pëlqen, po ajo pjesa e atij këngëtarit grek është perl, shumë e bukur. Këto pastaj po e tregoja gjitha gjërat që bleva atje, siç e shihni, këto gjërat që i përdorin për snack, fruta, perime pafund, miell për pica, miell për buk, patate të ëmbël, ky marmelata pa sheqer, djath pastaj nga këto lule shtrydhet kështu të thata, që ne kemi shumë qejf. Ky këtu është vaj i lule dielli, më falni, ky është shumë i mirë, por ndjej shumë mirë lule që të zbukurojnë vendin, një kafe. Mami told me to wait. Moq, po ikim të marrim Kajin nga shkolla në këmbë. Tive ka vesh gjupin e Kajit se i veti nuk ishte tharë. Aynen. Mirë më ngjes nga një tjetër ditë. Unë jam këtu me këtë shokun tim të vogël që kam mbledh nga shtënja dhe pëluan. Do ikim te Rosman, ne quam Kajin dhe Okin te quam Okin dhe Kajin, po ami ki karrota, kam mësuar te karrota. Ne po ikim tani, do më thënë, si që thash tek Rosman, se do marrim ja 2 gjëra, se mungonin në shtëpi Bevelina kryesisht, ose po e vë dot këtë. Edhe, shkatroj makina. Edhe unë harrova se do t'i merre direkt sa çoj ata të dy në përkopshte të shkolla, pa harrova. Kështu që do taksira do iki tani, pak më vonë kam një takim. Edhe prandaj e çova dhe Okin se më mirë të kujdesesh për 1 se sa të kujdesesh për 2. Nëse i tani se na shkalloj, po më hape po mbyll makinën. Ma mori mua iku. Erdi babi. Erdi babi, hajde. Eri babi më dritë. Se auto. Auto, pip pip. Pepe, makina. Erdha në shtëpi unë me 500 sakrificë.
letër sakrifica, si shpo ju thoja, sepse pata vonesë si aty, sepse më vonoj 2 herë nga 20 minuta, 20 minuta të paparashikuara. Kështu që u bëra vonë për Karin, pastaj një kaos, më duhet të telefonoja këto mikeshat e mia që ta merrte ndonjëra Karin, sepse nuk e kapja dot orarin, shkoja shumë vonë edhe ishte e rrezikshme kjo pjesë. Kështu që telefonova ato në makinë, që unë urrej ta përdor telefonin në makinë, por më duhet ta përdorja kështu me të keq, me shumë kujdes normalisht, sepse thash unë kam shumë besdi dhe nuk duhet përdor fare. Edhe iku komshia që kemi këtu, që është Slezhe dhe shoqja ime shumë e mirë, edhe vajti buri sa që e mori Karin, histori më vete dhe kjo, po Karin nuk do të tikte, pritën aty të shkolla bashkë, sepse Kalvin nuk do tiki me askënd, që nuk është mami dhe babi. Nejse, të shtëpia e tyre shkon gjithmonë Kalvin, po nuk donte sot, ishte i mërsitur. Kështu, sepse nuk e priste sot, se kisha lajmëruar. Gjithsesi, erdha në shtëpi, bëra pak makarona për fëmijët, edhe për këto janë të Ivit, se këto janë me pak salcë, kështu me qumë, është shumë e lezetshme kjo. Edhe fëmijëve ja u bëra me këtë zosen tjetër, të njëjtë makarona, po me këtë zosen tjetër, kështu si me 4 djathat. Edhe kështu, takimi shkoi deri diku mirë. Mirë, por mirë. Okej. Nuk e them mirë tjetër për këtë. Edhe kështu, që të thoja unë ju, ndërkohë erdhi një aty paketa nga Amazon, se di fare ç'a janë, e di ç'a kam porositur, po se di janë ato apo jo, thash t'i hap këtu me ju. Nëse e mendoj mirë, kjo sot ishte hera e parë fakt që unë iki vetëm me Mikin në autoban, sepse unë me Mikin ikim gjithmonë këtu në përlagje, se nuk është se dua të bëj shumë rrugë kur kam Mikin në makinë, se normalisht është ende i vogël dhe duhet ta gënjesh. Edhe shime ç'a hapun këto, hajde. Edhe kështu, po shkoj shumë mirë rruga në ikje, 20 e ca minuta, gati 30 minuta perfekt. Edhe kjo në kthim, normalisht e djeli të flinde sepse ka orarin e gjumit dhe Miki nuk e kalon asnjëherë atë orarin e vet. E zë gjumi ku do ndodhet nëse i ka vajt orari. Mbarove ti mami? Kai! Oh, ka ardhur kutia me të gjitha snacksat nga gjithë bota, le të themi. Që është një video që do bëjmë me Kalvin tin të zemrës. Do ta bëjmë një video, po s'pe hap këtu se do ja u tregoj në video, se do bëjmë një video ekstra për këtë punë. Ju kam lënë pak shtrëmbur, kështu po ju s'besoj të mërziteni. Okej, i hoqa ato snacksat se erdhën në ujqërit, pra gjuan. Edhe, po, tani këto të dyja janë kafe, shqyqër, këto vonua 2 ditë, kam 2 ditë që pi kafe turke, pra na jam kështu, se duket me kafe turke. Dhe, si që kam thënë një që i kam në gjitha gjërat edhe hodhëm të fundit të jem realiste, hodhëm të fundit këto pjatat e fundit të fëmijëve, se kisha një dy që kisha material të mirë, po më dhimbseshin, plus Octavia nuk i lëshonte, Octavia nuk e di, është si ato mama tona, që s'edhin as dhe di, het të koshi shkojnë i marri. E nejse, mora këto pjatat kështu që janë inox, jo alumini inox, të dyja, dhe kanë dhe këtë pjesë në silikonit. Pjesë e silikonit është okej, silikoni hyn tek materialet si i bie, jo të këqija. E lash kartonit të sigurun. Të sigurt, mund të them. E mora me ndarje që ti kenë gjatë kohës kur hanë mëngjesin në shtëpi. Mora vetëm 2 një herë sepse Kalvin s'ka nevojë për këto, për këta 2 të vegjlit. Kjo është pjesa që qofse do i përdor, nëse do si përdor, po që ngjitet tek tavolina, është më mirë për Mikin. Miki nuk s'para bën kështu, është fëmijë i bindur le të themi, për aq sa mund të jetë një 2 vjeçar gati, por i mora me këto. Janë inox, janë shumë okay. Tani Kalvin e kishte atë të bukës ngjyrë kështu inox edhe atë ngjyrë. Dhe ishte prishur një ansore, okej, e kësaj të bukës, edhe kështu që u detyrova ti merrja një tjetër, sepse mirë shpejt. U detyrova ti merrja një tjetër sepse i duhej për shkollë, se po i jepja do të atë me vete, nga që ishte prishur e ansorja. Fakt nuk e doja me këtë, doja me atë si rrip, po thash mos është e bezdishme për Kalvin nga gjithë kohës. Kjo e mira, ka material shumë mirë kjo. Ka dhe një të vogël brenda, duhet 1-2 ka kjo. Ka dhe këtë ndarsen, ka dhe një ndarse tjetër unë, që t'ja rregulloj kajt, këtu. Një mua, po ti s'merë shumë me vete, Octavia nuk merë bukë me vete, ha tjetër kopshtit, po bëj pa një gurë mu. Dhe besoj se ka dhe një tjetër kjo brenda. Jo.
Jo, pas ka kështu luk të rua, po tani më kujtua. Qofse do që ti marrë me vete, Kalbi nuk merr gjëra të lëngshme në shkollë, por gjithsesi. Edhe kjo, këtu unë kam shumë qejf se mbaj make-upet e mia ose gjëra që i dërgoj njerëzve. Tani mora edhe këtë voglën unë që ta kemi rast se i jap në gjë të vogël ose për Oktevjen, sepse i hodhëm të gjitha ato që kishim. Tan gjitha i nuk. Kështu. Do të vinë gjëra të tjera. Shikoj më jetë. Do vinë gjëra të tjera, por gjithsesi do t'ju tregoj. Dhe si ditë pushimi që është, tham difuzim një kështu këtyre, edhe po e bëj unë, ju e dini që unë kam shumë qejf të lyej, të laje, të shpërlaj, po kjo është shumë punë interesante, madje është antistres për ju që doni. Besoj e kuptuat është kjo pjesa jashtme e terasës, të nejse e kuptuat vetja. Po, kjo është kundër shiut, kështu që po e bëj një vrapun. Bist du gleich bereit? Sina, ich bin sowieso jetzt sehr fokussiert. Qa mendon se jam duke të bërë pas dite tani? Marcin. Du pushing. Si pushon direkt. Se i leseq. Këto që mora këse radhe janë shumë të mira. Mere, mami, jo nuk është lajmish, po mere. Këtë nuk e kam përdor ende, por kam përdor këtë dhe shumë i mirë, më pëlqen shumë. Gjithmonë këtë do marrë tani, nuk marrë më atë normalen. Kjo është e al naturës, e kam blerë tek Edeka, por ka ku do, duart e mia me ujë. Mit süße Soße. Kai ist die Salami. Kann ich Kai Salami geben? Oh mein Gott, so groß. Përshëndetje nga kjo pjesë e videos në cilën do t'ju tregoj një super tavolinë nga Flexispot. Tani, ju që më ndiqni prej vitesh tashmë, sepse u bën vite që unë bashkëpunoj në fakt në Flexispot dhe mund të them që ka ndër produktet më cilësore, të pak në përmendimin tim, ato që unë kam provuar. Normalisht kur e shihni kështu te sajti thoni, janë pak të kushtueshme, por mbesoni për cilësinë që kanë, ja super vlej. Për shembull, për të ardhur kjo këtu lart, sepse kam gjithë në katin e sipër, duhet ta merrte Ivi, sepse unë nuk e ngre dot nga materiali i produktit që ka, sepse është shumë i rënd dhe normalisht jo sepse domosdoshmërisht lidhet me faktin që është cilësore, por është cilësore, është me të vërtetë shumë cilësore, sidomos për ju që punoni në zyrë, ju që punoni nga shtëpia që ju duhet një tavolinë e posaçme për këtë punë, edhe do t'ja tregoj unë arsyen pse, por kësaj radhe kemi një tavolinë edhe më të veçantë. Gjithsesi, unë do ta hap, do ta filloj ta montoj dhe t'ju tregoj ju se si duket.
Këtu kemi dhe të dyja pjesët e tavolinës, se si duket. Kjo tavolinë në fakt është shumë e veçantë sepse është me dru bambu. Pra nuk është thjesht dru i ngjitur apo domethënë me atë letrën apo i zakonshëm, por është bambu. Edhe është super i bukur. Ne kam hapur pak aty që ta shoh në fakt dhe mezi po presi ta montoj. E hapa, ti më realiste do ju duhet edhe një person tjetër ta bëni. Okej, unë kam pak eksperiencë te kjo punë sepse i bëj shpesh këto gjëra, por që janë me të vërtetë shumë të rënda. Dhe kjo është arsyeja pse, sepse ka një mekanizëm shumë të lezetshëm në mënyrë që tavolina mund të jetë vetëm thjesht dekor apo për të vendosur gjëra sipër, po të jetë funksionale për çdo lloj mënyre e pune. Pra këmbët janë atje, janë shumë të rënda dhe kjo është me të vërtetë shumë e rëndë, por që do ta montoj kështu siç është nga poshtë. Pastaj këtu kemi dhe manualin e përdorimit në disa gjuhë, siç e shihni këtu. Okej, nuk është dhe shumë e vështirë për të montuar, se tashmë këto janë vetë të montuara, por që ne do të montojmë këmbët dhe një pjesë tjetër që janë ekstra për të hapur tavolina. Këtu brenda kemi të gjitha mjetet që do të na duhen. Flexi Spot sjell me vete edhe këto mjetet e punës, pra kashavidat e tjera. Kështu që nuk duhet asnjë gjë ekstra nga vetja juaj, edhe këto të voglat këtu që shërbejnë për atë punë. Perfekte, nuk ka shans si të jetë dëmtuar diku me kartona, sfungjera, kudo. Kështu që unë po e nis. Jam duke bërë tani këto lidhjet që ti tregon ajo vetë si duhet t'i bësh, dhe këtu kemi dhe këtë prizën për këtë kryesoren që më pas të mbyllet. Edhe po, sepse duhet bërë gjitha këto në rregull në mënyrë që të funksionojë siç duhet. Okej, e mbarova dhe tani do ta kthej. Okej, kështu duke të përfunduar, më thoni dhe ju që është super e bukur. Tani, injorojini atë prizën sepse kjo është priza më afër këtu tek dhoma ime. Por kështu duket. Tani, më lini t'ju tregoj këtu, dhe meqense jemi po e bëjmë unboxing bashk, këtë pjesën e heqjes së ngjitsit. Okej. U lodha pak se e ngrita vetëm si përfundim sepse nuk doja të vinin fëmijët sipër. Tani, kemi këtu të ndezur. Këtë dhe këtu janë të gjitha opsionet që ti mund vendosësh. Siç shihni, keni dhe këto pjesët e USB-s, dhe para se të shkoj te kjo, po ju tregoj dhe këtë pjesën këtu, që mund të karikoni telefoni. Po ju tregoj dhe këtë sirtarin që të tjerat nuk e kanë në fakt, nga Flexi Spot kjo e ka, dhe për mua është fantastike, sepse për shembull kështu nuk duket fare që e ke, por ti mund të hapësh dhe duket perfekt. Fut të gjitha gjërat e punës, madje edhe laptopin këtu edhe nuk ta prek fare askush. Kjo gjithmonë ka të versionin që të mund të mbyllet nga fëmijët, dhe tani po ngrihet sipër, edhe mund të shihni se sa shkon deri në fund, domethënë. Okej. Ndaloni me gishtë sa doni ju, me centimetrat perfekte. Për shembull, po ja u çoj deri sa shkon në fund fare. Okej. Vajte në fund fare që lexon top, edhe ishte për të harrova unë. 124 cm, pra 124 cm, kështu, do të thonë aq lart, shihni sa ku është korniza, për personat që preferojnë të punojnë në këmbë, që kanë më praktike të punojnë në këmbë, dhe është realisht shumë praktike. Tani, materialin e kësaj u thash që është bambu, edhe është material shumë i mirë, pra dru komplet, jo me ngjitës, dhe më pas kjo bllokohet kështu që mos ta përdorin fëmijët për shembull, sepse mund të hipin aty dhe mund të vriten. Dhe tani e çojmë poshtë deri në fund, dhe deri në fund është nga sa të ulet komplet, ta shihni edhe ju se sa është. Por ky versioni është fantastike dhe këtë përshtasni për shembull sa të doni ju, me gjatësinë e fëmijës kur mësojnë, me tuajën kur punoni, edhe çdo herë. Ja për shembull kështu kur shkon fare në tokë, që i bie sa vajte një 60 cm, Okej, 60 cm nga distanca me tokën, që është fantastike fare. Tani, për mendimin tim gjëja më inovative që ekziston është kjo mjeti këtu. Unë e kam përdor edhe e kam provuar, e provova domethënë tani para se t'ja tregoja ju, dhe është fantastike. Thjesht vendosni telefonin këtu dhe karikohet automatikisht. Domethënë, edhe kur jeni duke punuar ju nuk ju duhet fare gjeni prizë ekstra sepse ja ku e keni këtu këtë. Shihni, këtu kemi një vend perfekt për të punuar. Mund të punojnë edhe 2 veta, normalisht sepse është goxha e madhe. Kjo ka përmasa të ndryshme, vjen me ngjyra të ndryshme, pra ti përshtatet ambientit tuaj, jo vetëm që të jetë diçka
për shembull funksionale, por edhe shumë estetike. Siç u thash, gjitha benefitet jo tregova, për mua kjo mund të themi se është ndër gjërat më të preferuara që dikujt i duhet në zyrë, po e ul. Edhe është tek Flexi Spot gjeni dhe karike që mund të punoni, të cilat i përshtaten shumë mirë tavolinës. Edhe çdo lloj gjëje tjetër perfekte, do të mendoja unë, do të thoja unë që i duhet një zyre apo një vendi pune. Kështu që ja sugjeroj gjithë ju që punoni nga shtëpia, por dhe ju që mund t'i përdorni për zyrat tuaja, pra t'i bleni për zyrat. Faleminderit shumë nëse keni ndjekur këtë pjesë. Mirëmëngjes, nuk është as mëngjes, është drek. Unë jam bërë gati tani se për pak do ikim me Okin tek baleti, që të takojmë dhe me Lelen dhe me Brisin. Edhe sot ka qenë një ditë kështu, saktisht ande, s'kam pasur kohë fare që të kap kamerën me dorë. Erdha Oki, nice, tani po bëhemi gati se jemi shumë me orën, se Ivi është në punë, edhe sa vjen Ivi unë do tiki, po nuk është a kap fix sot, po hajt më të paktën do vemi. Edhe duhet me vrap të bëj Okin gati tani, Miki sa u ngrit fix në momentin që është kaosi. Ne u bë gati, rëtullohu pak Valerin. Ua, se ajo bukur je bërë. Po, do kërcejmë tani? Po, jam berajt. Je berajt? Të më për ti. Të mund të themi të vini. E nga për që. Këtë nuk e di, kështë momenti Maruan tani yp, hajde. Nuk qëndruam shumë sepse ne erdhëm me vonesë. Çfarë të jap Lelës shpirt? Po ne të dyja nuk ngopemi me kaq është kështu. Lelës skelta. Pse të jap gelin Lelës me shpirt? Nuk to Leila geld. Ju jeni të vogla, zoni geld. Nëse ne do ikim tani sepse Jo fal briqis. Oj, jamri, me lidhu pak. Do ikim tani në vrap, sepse do rregullojmë ato kolopuça, dhe dorën pura presin, unë s'kam përdorur fare komunimin, po ja tani që do ikim. Edhe po, këto lulet kënaqen aty me njëra tjetrën, po fillojnë pastaj nuk e ndjekin fare ritmin. Po, jeta mamit. Kështu që. Saj. Është kështu krem me sheqer, të pëlqen? Erdha prapë të makinë, se do iki tani me vrap tek Rossmann, do blej bebelina për Mikin. Ka bebelina, po duhet marrë një mas tjetër më të madhe, sepse këto më duket sikur po i rinë të vogël. Ra. Bitte schön. Haje ti. Mirë, danke, Miki, danke. Хочу руши. Руши, так. Si thot Miki, bitte schön. Bitte schön. Alo. Me këto flasësh ti, alo. Busta. Këto marri, Miki tezen. Deshita. Tezja. Mami. Hajde. Mirëmëngjes. Ne do të prap për të parë në një makinë, nëse herën e kaluar nuk vendosëm dot, po shohim përsëri dhe kësaj radhe, jam me Ivin dhe me Mikin, se dy të tjerat, siç ju thash, nuk ju thash, por që i kam çuar në shkollë dhe kopësht, kështu edhe po ikim. Sot nuk është në një motë wow, por është shumë mirë, mua më pëlqen kështu, nuk po bie shi, ka rënë shi, ftohtë nuk është, erë nuk është okay, domethënë, ky është moti im i preferuar në përgjithësi. Në shtëpi pas 500 orë që kemi bërë 500 gjëra. Për makinë prap nuk vendosim të sot dhe menduam më mirë që të marrim, pam në fakt shumë të bukura. Dëshira jonë ishte që të merrim një makinë shumë të madhe dhe të mirë, por duke qenë se kemi planet e tjera para, i ram një herë lapsit, 2 herë 3 herë lapsit, edhe tham që ndoshta do ishte më mirë të merrim një makinë pak më të vogël, jo dhe shumë të kushtueshme, sepse nuk është edhe rëndësishme që tjetë. Ne duam pak më të madhe, me thënë të drejtën, sepse duam që ta kemi për çdo lloj udhëtimesh, edhe të jemi shumë komod aty se jemi dhe 5 veta, të jemi realist. Por
Mëra këtu kufjen sepse kisha hallë se nuk e do dëgjohej kjo që po them. Edhe kështu që po vendosim, po mendojmë, nuk kemi vendosur ende që të marrim diçka më të vogël edhe mos të kushtoj edhe shumë, që mos të harxojmë edhe shumë për makinën, se siç që thash kemi plane të tjera para, kështu që duhet të fokusohemi më tepër tek ajo sesa tek kjo. Por kështu ka makina shumë bukur, në fakt që herë dytë që ne shkojmë, edhe kemi provuar goxha makina të lezetshme, por që ndonjëherë duhet të shohësh prioritetet. Për momentin nuk është aq prioritet makina, sado që është dëshira shumë e madhe, por nuk është prioritet për momentin makina e madhe e mirë. Kështu që të shohim diçka të mesme. Një e kemi të mirë, kështu që nuk është se tjetra duhet me patjetër, por gjithsesi duhet jetë e mirë deri në atë farë pike që ne mos merremi fare me me riparime, jo tekniku, jo mekaniku, jo të rivëri, domethënë kjo është shumë e lodhshme për ne dhe prandaj mundohemi të gjejmë diçka të mesme. Me atë të voglën që kisha unë që ishte goxha e vjetër, ishte shumë mirë, s'patëm kurrë asnjë problem një vit, por kështu që kështu doam dhe diçka tjetër, po të marrim diçka të mesme, edhe mos të vritemi shumë, edhe mos kushtoj shumë, por mos të kemi kështu kontakte të vazhdueshme me mekanikët, kështu që po. Ne tani pas dite kemi takim për diku, kështu po presivi ka shkuar tek për të çuar Kain te kursi Konfus. Si ne jemi këtu, jam këtu shtëpi me fëmijët, se kisha mbledhje të puna, edhe do bëmi gati. The first one. Shkëputje e vogël për t'ju treguar një produkt shumë të mirë që ka marrë këto kohë të fundit. Është nga kjo firma këtu, një aspirator që vendoset këtu për të thithur avujt, edhe e mbani direkt te koka, domethënë, unë se kam instaluar atë të madhin që kam, por kam këtë që ka vetë kuzhina, dhe kjo është perfekte fare, sidomos kur bën ndonjë gjë që ka shumë avull, edhe arrin ta bësh me këtë. Unë e kam nxjerr nga kutia, të gjitha këtu shumë në rregull, më pëlqeu shumë mënyra se si e kishin sjell, shumë. Po ju tregoj njerëz se çfarë përmban brenda, si fillim këtë manualin e përdorimit dhe një guide të thjesht fillimi që të orienton se si ta bësh, që është shumë e thjesht. Dhe këtu kishte disa filtra që ti ja ndron dhe siç e shihni vendin këtu ishin disa ngjitse që unë kam ngjitur, po do t'ja u tregoj më vonë. Dhe këto filtra ti kishte vetë të përfshira brenda dhe këtu gjithashtu të tregon një mënyrë të thjeshtë si ta vendosësh filtrin. Kjo është priza që vendoset në prizë dhe fishi që futet këtu. Pastaj nëse shihni këtë, kjo është pjesa që do të mbledh të gjitha të avujt, vajin etj dhe kjo lahet në fund dhe pastrohet. Lini të tregoj këtë super bukuroshin këtu që ka ngjyrë shumë të bukur, nuk e di se sa duket këtu, por këtu ka edhe emrin e markës, më pëlqeu shumë, ky është shumë i bukur, shumë praktik. Këtu, siç e shihni këtë, ka një pjesë magnetike këtu që ngjitet direkt dhe kjo është një dritë që të mund të bëj dritë gjatë kohës që përdoret. Kjo vendoset kështu, por po ja u tregoj edhe këtë filtrin që thjesht e heq dhe e hedh në kosh pas disa përdorimesh, ndërsa këtë mund ta lash thjesht me ujë të bollshëm, të rrjedhshëm, edhe lahet. Vendoset edhe këto. Tani këtë e vendos këtu, hop, dhe e
instalohet vetë në këtë mënyrë kjo. Edhe këtu do të thith avujt, edhe nxjerr nga kjo ana këtej, nxjerr avull të ftohtë, domethënë tek pjesa e pasme, siç e shihni është shumë e bukur, më pëlqen shumë e bukur. Dhe ka butonin këtu, nuk dëgjohet fare, unë e kam përdorur normalisht përderisa e kam këtu, dhe nuk dëgjohet, domethënë ka një zhurmë shumë të lehtë, jo si aspiratorët që kanë shumë të fortë. Ka 3 nivele shpejtësie, të cilat i ndërron këtu, edhe është shumë e bukur estetikisht, e ka fuqi thithë, se pra ja u pastron të gjitha dhe ka një ndarje të vajit. Mua më pëlqeu shumë, tim realiste është shumë e bukur. Do ta përdor tani që ta shihni dhe ju si funksionon. Unë normalisht e përdora siç ju thash, por po ja përdor që ta shihni dhe ju dhe është shumë e bukur. Këtë e gjeni në Amazon, do t'ja vendos në linqet poshtë të gjitha. Kjo marka ka dhe shumë produkte të tjera, ekstrem shumë produkte. Pendes njëri që ta shihni kështu. Tani këtu ndizet tek butoni që ju tregova unë, edhe më pas e dëgjoni fillon të parën. Ndoshta tek ju vjen pak më lart zëri, normalisht në video vjen më ndryshe, por tek unë nuk dëgjohet pothuajse fare, saqë unë tani harrova më duk sikur nuk e ndeza. Dhe ky është i fundit, se është pa 2 herën. Kështu. Ja ul normalisht këtu. Sa mirë e thith të gjithë avullin, i fut të gjithin brenda. Ja vendos ta shihni. Këtu është jam duke bërë mish edhe të gjithë avullin e kalon brenda. Edhe nëse i shkon ande nga mbrapa, ajo shtyn vetë me ajrin e vet, edhe e sjell përsëri këtu para. Është shumë, ka një përdorim shumë të thjeshtë. Pra, sidomos ne që bëjmë shumë gatime, na hyn shumë në punë, është perfekte fare. Kam afruar këtë pak më tepër sepse thash kam vetëm një prizë të vetme në kuzhinë. Pra, këtu kemi një thithje avuj live. Që i thith direkt, nuk lë që shtëpia të mbaj aromë. Shumë i saktë, shumë i mirë. Pra, shihni sa i bukur është ja drita atje që u tregova unë. Okej, fika tani. Dhe besoj e patë dhe vetë si funksionon, nuk ka nevojë t'ja u tregoj në shumë gjëra të tjera. Pastaj siç ju thash për filtrin e merrni këtu e hidhni pas përdorimit dhe jo pas një përdorimi, pas disa përdorimesh, vetëm kur filtri të bëhet pisë. Ta mund ta rilani, por që tani unë kam më pak keq atë dhe kjo më bie. Dhe kështu duket. Edhe pas përdorimit mund ta hiqni këtë, edhe ta lani. Normalisht kjo nuk blodhi shumë sepse unë bëra shumë pak tani, sa për t'ja u treguar ju, por që është një mjet shumë i mirë, shumë i domosdoshëm për gjitha amfisat e mia që gatuaj në kuzhinë dhe ju duhet një ekstra thithje më e mirë për gjithë avujt që lëshojnë ushqimet kështu. E gjeni në Amazon siç ju thash, është realisht shumë i mirë. Nëse kam kohë do t'ja vendos këtu, nëse nuk kam, gjithsesi e keni tani me këto ofertat e keni edhe me çmim shumë të mirë, kështu që jo sugjeroj, këtë është me të vërtetë shumë i mirë. Ka shumë produkte tani, do t'ju tregoj të dytin. Po, nga njëjta firmë, siç e shihni këtu, kemi të bëjmë me një shtrydh. Normalisht nuk do e hap shtrydhsen për ju. Këtu kemi një manual i përdorimit. Kemi këtë si ta vendosim edhe në frutat, me thënë bazike, por që i duhet të gjithëve. Si është këtu brenda dhe unë do ta nxjerr që ta shihni dhe ju. Gjithmonë amballazhi vjen me këto bukën e peshkut ose shkundeti, si i themi ne, edhe që mos të dëmtohet. Unë kam lënë këtë vetëm kështu me fruta që do të shtrydh tani. Brenda, nëse dëgjoni të qeshma në fond janë fëmijët. Ishte këtu brenda kjo, shumë interesante. Është tip garancie, do ta shoh më vonë këtë. Këtu brenda ka këtë furçën që të pastrojmë me detaje të gjitha pjesët e shtrydhjes. Që normalisht është pjesa sipërve që vendoset për të shtrydhur. Në hapa. Kjo është ngjyra që unë kam marrë, ka ngjyra të tjera në fakt, por unë këtë kam marrë shumë e bukur. Okej, unë mendova se kisha filmuar, por nuk isha filmuar. Gjithsesi, kishim këtu, të cilën sapo e çpaketova, është pjesa e motorit, edhe funksionon në këtë mënyrë, kështu duke e lëvizur, pjesa e prizës këtu. Edhe po ju thoya që kemi këto të dyja, që njëra është për të dalë lëngu dhe tjetra është për të hedhur mbeturinat apo pjesën që është shtrydhur të frutit. Dhe kjo është pjesa e sipërme që hidhen frutat këtu brenda. Këtu është Max, lexon Max sa mban.
Dhe kjo është pjesa që grihen ato, është shumë okay, për mendimin tim është e vogël dhe është praktike kjo për t'u larë, sepse vetëm këto pjesët ka. Tani, kjo është pjesa ku do të grihen frutat, këtë gjën e lezetshme kështu se kisha parë asnjëherë në fakt, më pëlqen kjo. Atëherë këtu do të nxjerr ato pjesët e mbetura, pra mbetjet, ndërsa këtu del lëngu. Super. Unë do t'i laj këto, edhe do rikthehemi që të shtrydhim për të... Okej, lava, këto nuk janë tharë ende mirë, sa do përpoqa pak, por i bëra kështu shpejt. Tani, këtu e kemi të hapur, thot kjo, duhet ta rrotullojmë këtë që të mbyllet këtu. Opa, dhe unë mbyll. Okej, dhe me një dorë arrita ta mbyll. Këtu do të dalë lëngu, kështu që po e mbaj këtu unë. Po vendoset e këto, të cilët sigurisht i lava, është ende me ujë, dhe këtu kemi këto mbeturina që të dalin. Nis nga puna, po e vendos një herë këtë. Sa po e mbyll, fillon të punoj. Sa po e hap kapakun, ndalon vetë. Është shumë interesante, shumë. Tani, unë do të bëj frutat këtu, por do t'i hedh që këtu. Tani, po hedh një herë këto mollët. Injoroni veshjen time sot është fal shtëpie. Dhe po hedh edhe disa portokalle, si fillim ta shohim. Dhe fillojmë. Pëlqen goxha mënyra se si e bëri. E griu shumë mirë, nuk ishte nevojë që unë t'i coptoja këto. Nëse pyesni pse e kam lënë mollën me lëkurë, unë e bëj gjithmonë kështu me lëkurë sepse për mua të gjitha vitaminat e vlerat janë tek lëkura. Gjithsesi, po hedh këto në copa të mëdha, siç e pati dhe ju, që ta provokojmë. Pishaka. Do hedh dhe portokallen komplet, do ta mbush një herë full këtu. Edhe kam pak ginger, do të hedh këtë gingerin që të bëjmë një lëng të shijshëm edhe të shëndetshëm mbi të gjitha. Nuk e di nëse do t'i shtoj mjalt apo jo, sepse është pak orar pas dite dhe unë pas diteve nuk s'para jap mjalt fëmijëve. Por edhe dhe pak karrot, meqense kam pak karrot këtu. Edhe të fillojmë nga puna. E mbyllëm. Fillon vetë. Më pëlqen shumë fare që sa po i hap kapakun ndalon nga puna, është fantastike për mendimin tim se gjithkohës vendos, hap, bëj. Po i hedh edhe këto të gjitha që më kanë ngelur këtu në total gingerin. Pjesa tjetër e portokallës. Tani do ta mbyll, ajo normalisht fillon automatikisht dhe do t'i shtrydhim. Mbaroj deri në pikën e fundit. Ndoshta ju dëgjoni shumë zhurmë, se normalisht e telefoni kështu është, por nuk ka shumë zhurmë të lartë. Tani, ky është i gjithë lëngu që doli dhe normalisht ka goxha. Meqense kjo nuk ka e tregon masën aty se sa është fiks. Unë po e hedh këtu. Shikoni, nuk ka dalë shumë kështu tull, është perfekte fare dhe ngjyrat e gjitha. Kaq kemi, besoj se janë diku tek 600 ml këtu. Perfekt fare. Shihni ngjyrën se sa e mirë ka dalë, nuk ka dalë kështu si e zbeht, por që i ka marrë të gjitha. Më pëlqen shumë. Super lëngu ynë, edhe po, ja u super sugjeroj këtë produkt. Unë normalisht i shoh review-t gjithmonë, që do të kemi një ide para se t'ja u tregoj, në videot e personave të tjerë që të mund të strohem 100% që është produkt i duhur për ju, por që po, kjo firma, kjo marka që shihni këtu ka super produkte dhe ja u super sugjeroj realisht të gjitha, por të paktën këto të doja që unë provova këtu me ju, ja u super sugjeroj, janë realisht shumë të mirë. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Unë jam bërgati kështu me syzet e mia alla beti. Që nga dera mbrapa të hapur. Do iki. Sa qova aktivën të kopshti, qova Kalmin të shkolla. Kalmin shkoj sot në një tip ekskursioni që do bëni në një pyll. Edhe ishte bashkë
I dhash edhe këtë smartwatch-in sot me vete. Unë do iki në punë, do iki bashkë me Ivin, se duke qenë se s'kemi marrë akoma makinën tjetër, kemi vetëm një. Edhe duhet t'i me këtë, do më qoj Ivi do me thënë edhe do më marrë Ivi. Ose mund të vi me autobus, me tren, tu pa tu bo. Kjo lagja këtu te Oktavia. Oktavia në fakt nuk do në i kisha thënë atyre që nuk do vi në Kopësht për të javë, se e dini ju me korespondencë. Si shkolla e natës edhe sot I bi nuk donte që të shkonte edhe ishte lënë që nuk donte. Edhe java në vazhdim janë këto pushimet e tetorit më në fund. Kështu që nuk e kishim thënë që nuk do vinte fare, por zënjusha u ngrit sot e po qante, dua të iki në kita. Edhe si përfundim e solla, ç'të t'i bëj kështu, unë sot e puna u bën disa ditë në fakt më ka marrë malli kur I thon për punën. Se isha vetëm një ditë të hënë që bëra zvendësim, pastaj I ran pushime edhe nuk vajta më. Edhe më ka marrë malli të vetë të pi kafe. O gjevla ime. Të thojnë bëra këto flokët me një kështu ripro dëshambëri. Po da shumë lezet. Ich hatte ja angekündigt, dass wir einfach noch mal ein bisschen durchsprechen, wie das mit den Prüfungen aussieht, und vielleicht gibt es auch schon Mëngjes nga një tjetër ditë. Jo, të shtëpia mami. Unë tani do iki në punë, por fillimisht po çoj fëmijët. Bisha mama? Okej. Edhe shkova I bleva Oktavias këto gume shtifel, çizmet kështu kundër ujit, kundër shiut, kundër çdo gjëje. Te Aldi, tek Lidl, sepse ato të veta nuk po e më aty se ku I ka tek Kopshti, kështu që më duhej që t'i blija të tjera. Edhe ja bleva këto numri 27. Këmbaj oki, po ditë të këmbaj. Isha, I bleva dhe Kajt, se Kalvin I ka kështu në shtëpi, po ja mora një palë të reja. Shumë bukura, këto më pëlqejnë shumë. Të dyja nga 13 euro më duket. Si që vishet normalisht, mami, fu të dorën këtu. Këtë gjithë edhe një gjutë plezeqe më Oktavias. Edhe do t'i marrë edhe një tjetër në fakt më të trash. Po thash një herë për një herë këtë. Ose mba të tjetrin sot mami se e bën pis. Këtë mbrap, s'kemi shumë kohë, do iki në punë tani. E ta mbyllim dhe këtë javë të tmerrshme dhe të lodhshme. Me shumë gjëra, më ngjan ndonjëherë si u jetoj 7 jetë. Aq shumë e gjatë dita javë. Filma. Direkt parası değil mesela. Beni direkt Direkt do t'imi për të çuar në riciklim. Si jam bërë flok të mikë. Dje nuk pata kohë që t'ju tregoj ato që mora tek Action këtu. Tani, mora këtë gjën e bukur, e doja ngjyrë besh, po nuk ishte kjo dhe një baby blue, edhe mes këtyre të dyjave zgjidha këtë. Më pëlqeu shumë kjo, e mora për tualetin sipër, sepse është thyer. Tani, mora këtë për ndonjë sapun apo ka një material shumë të lezetshëm, kjo si balt, më duket, nuk e di çfarë materiali është ky. Por mora këtë, po shoh fëmijët ande nga dhoma. Për në një sapun, që si duhet në një personi, ose nuk e di, në një gjë ekstra. Qese për koshin, që marrin gjithmonë, këto janë qese bio, që mund t'i hedhësh plerat bio direkt me këtë, do me thënë, nuk e nevojë ta shkarkosh atë qesen tjetër, por me këtë e hedh sepse lejohet. Mora këto dy pjatat, që ishin shumë të bukura, I kam shumë qef këto kështu. Mora një për vete, një për Ivin, gjithmonë sa marrin pjatat të reja, marrin vetëm 2, se fëmijët kanë shumë të tjera. Edhe marrin vetëm 2 kështu, në të lezetshme këto për çuar në një gjë të thjesht, ose nuk e di që çfarë do vendosim këtu. Mora një pastaj nga kjo pink stuff, për të pastruar në një cep, në një gjë. Unë kam plot pastrues, por e mora edhe këtë se e kam qef edhe gjithmonë tek Action është me
sasi të madhe dhe i lirë. Bleva edhe këto dorashka që më duhen kur pastroj, kur laj, kur shplaj, por e hapa, se doja t'i jepja një mige të mbushur me ujë që fluante. Mora këtë, që është për të shirë gjamat e makinës për thari, keni parasysh ky materiali, po unë në fakt e mora që ta kemi në përgjithësi për të kur laj makinën ose kur bëhet ndonjëherë në ndonjë vend pise, zakonisht i vije pastron në pastrim tek i posaçëm, domethënë. Këtë ka marrë Kalvin nga shkolla, nuk e di çfarë. Mora nga këta sfungjerët, kështu që ju kam treguar dhe ju që ke nevojë vetëm t'i vësh me ujë dhe lanë shplan. Mora një pako për vete, mora një përbrisin, meqense isha aty, është po marrë një përbrisi. Pastaj këto janë çorape si ka marrë tek Action, i bleva tek Lidl, kur tregova ato gjëra që bleva për Oktavin. Po, i kam çuar këtu sipër se do t'i hedh, do t'i çoj tek vendi. Ishin shumë të bukura, këto më pëlqejnë shumë me këto ngjyrat. Pastaj mora tek Action përsëri këto, që janë mikrofiber për të pastruar. I kam shumë qejf sepse normalisht si të bëhen sa bën unë i hedh pastaj. Po këto kanë material shumë mirë dhe janë të lira. Duke 2 euro është kjo pak a shumë, po tjerat janë më shtrenjta dhe kjo është materiali trash i plot, domethënë jo nga këto të hollat kështu si sintetike, të shpifura, po kjo është shumë e mirë, ja. Siç e keni dhe këtu. Më pëlqen shumë. Këto ishin pak a shumë ato që mora dhe ndërkohë edhe këto i bleva tek Lidl, të janë shumë të bukura, 9 euro 4 cop, shumë material i mirë dhe shumë të bukur. Këto kornizat, këto e kisha marrë gabim fakt sepse kisha menduar se e kisha korniza, jo misa. I kisha me përmasat e atyre tjerave, doja t'i bëja 3, por nuk ishte, gjithsesi ja gjejmë vendin e kësaj bukuroshes këtu. Tani mora këto për tek pjesa këtu e kuzhinës. Kjo do lyhet sepse këto ishin si gropa dhe i kam zënë unë. Edhe është pjesa e kuzhinës, jo e kuzhinës, kjo e ngrënies. Do ta shihni të përfunduar me siguri. Dhe mora këto kornizat që janë shumë të mëdha. Edhe shkojnë komplet me ngjyrën e tavolinës, me ngjyrën e tapetit, me ngjyrën e të gjithave. Kjo është java intensive që unë do bëj pafund punë, sepse do vinë njerëz, siç e kam thënë, ndoshta e kam thënë s'maj më, për të vi vllai me shoqen e vet dhe motra. Alo, shpirt. Edhe do e bëj çik bukur këtu kudo. Tani të shohim se si do dalë. Tani për çfarë fajë babi? Dhe voilà, këtu kemi përfundimin. Ende nuk kam bler disa gjëra cute për këtu. Roboti po pastron ndërkohë. Edhe tapeti nuk më ka ardhur ende, tapeti që kisha menduar për këtu, por nejse, kështu duket kjo pjesa dhe mua më pëlqen. Gjan shumë bukur, më pëlqen vërtet shumë. Më thoni dhe ju si ju duket. Këta bukuroshet po presin vëllain tim, edhe pasi të hapa ai të vetin, do shoh edhe unë nëse më pëlqen, sepse realisht unë jam lodhur shumë me këta me këto reklamat pompoze që i bëjnë gjithmonë iPhone-it, edhe në fund fare, për shembull unë kisha herën e fundit 14 Pro dhe tani kam 16 Pro Max dhe nga ajo dhe deri tani nuk është më bën ndonjë diferencë. Wow, do të thënë që të themi. Kështu që këti kam bërë shumë reklam, nuk e di nëse është ashtu. Anyway, mua më pëlqen shumë kjo ngjyra, kështu si portokalli, disa nuk e pëlqejnë, po unë nuk e pëlqej fare ngjyrën portokalli, po nuk e di pse kështu duket shumë bukur. Më pëlqen. Gjithsesi, po thoja, do ta hapi një herë vllai, edhe ta shoh ai se si i duket, edhe do ta shoh unë, domethënë nga ai se si duket, kamera gjëra, do bëj krahasime me këtë që kam, 16 Pro Maxin, edhe nëse më duket ndonjë wow, ndonjë diferencë wow, do ta marr dhe unë një kështu, por do ta marr 1 terabajt kësaj radhe, jo 512, se as 512 giga mua nuk më bëjnë derman. Kështu që po presit vinë ata kur ta hapin, të bëjnë ca prova dhe unë, edhe pastaj ta marr, thash, vetëm nëse është disia e mirë e kamerës. Dhe tani bëra një dush, pak skincare që bëj vetëm kur bëj dush dhe nani. Faleminderit nga zemra që ndosni këtë video, uroj t'ju ketë pëlqyer sepse ishte shumë e gjatë. Ju uroj një ditë dhe javë të mbar. Faleminderit, bye.